ansës. Lexoj njoftime sot pa konformuar nga prokuroria, ashtu siç ndodhi me zonën Balluku, se gjëja që nga dërguar ftesë për shkuar në prokurori zoti Berisha për 1 janari. Kjo është nga çështjet më interesante që ka shumë pa njohur brenda, por cilën kam aksuar shumë material, sa çështje Sali Berisha ka 0 veprime në atë dosje. Në fakt, më fal, zoti Berisha sot deklaroi që unë vetë nuk jam thirrur. Do të shkojë nëse thirrë. Spa ku mundet sa zoti Berisha të ketë filluar lojën e njoftimit gazetarëve. Po sigurisht, si në rastin Balluku. Ka 0 veprime nga zoti Berisha në dosje. Nuk kanë gjetur ata për 15 vjet, s'kan ku gjën sepse nuk kanë bërë veprime. Këtë tha zoti Berisha, pari 12 vite. Por se prokurori nuk u thotë se që do thrasë Edi Ramën që është një thirrje e detyrueshme. Pyetja tjetër, ku janë prokurorët e gjyqtarë? Mos e thrasin se shumë kanë thirrur dhe për incineratorë, se shumë kanë thirrur për tunelin e Llogaras. Ai do të jetë një ngacmuar që do të kishte vajtur atje me kohë. Ku janë prokurorët dhe gjyqtarët të cilët janë marrë me këtë çështje? Të gjithë kanë bërë një karrierë të shëndetshme, duke u ngritur nëpër detyra, marrim rastin e Edi Ramës, që sot është antare e kolegjit të posaçëm të apelimit. Pa një i rëndësishëm i sistemit drejtësisë me shumë vendime. Ish prokurore në atë kohë. Aksesore një vendim të gjykatës administrative, një padi e gjyqtare Marcela Baliri, ish gjyqtare e gjykatës së posaçme, ka bërë një padi në gjykatën administrative dhe ka një vendim të marrë me 23 tetor të vitit 2023 nga gjykata e shkallës së parë, tani është në apel. Dhe çfarë ka paditur ish prokurore në përgjithshme Edi Rama, e cila lejoi heqjen e gardit për cilën prokurorët e qeverisë kërkonin mos lëvizte gardit kryeministrisë sepse do të bënin ekspertizën për gjumë të mushur të shtonave apo predhat. Dhe gjyqtarja nga materialet që e dispononte i kërkon shërbimit informativ shtetëror. Pra paditet shërbimi informativ. Thotë nga dhëna që kam unë, Edi Rama është agent e shërbimit informativ shtetëror. Pretendon Po, padi, kam paditur, do publikoj ta që edhe publiku ta shohë, se ne jemi transparent. E ka pretenduar ajo këtë gjë në Sigurisht. Dhe me shkres 13 mars 2023 dhe çfarë thotë shërbimi informativ? Thotë shërbimi informativ 13 mars 2023. Pale e paditur, pra. I kthen përgjigje gjykatës thotë, palës paditse, mbi përjashtimin nga detyrimi i publikimit të informacionit. Pra nuk e mohon, të kërkuar. Pra informacion të kërkuar thonë nuk e publikoj dot. Po pse thua nuk është më zotëri? Se nëse është, pra ai nuk e ka mohuar që nuk është, ka pajtueshmëri të theksuar me çdo lloj detyre që ja ka bërë. Qoftë prokurore përgjithshme, qoftë ata e parë që del ky pretendim në një se kam lexuar me dokument se kam lexuar, kështu kanë qenë të iranianë që kanë sallatosur gjithë të dhënat atëherë është aty tek libri. Kundër reaguar ndaj kësaj gjëje? Akoma jo. Nuk e kam parë qendrim, nuk e ka kundërshtuar këtë qendrim, i kanë ndihmuar deri tani gjykata. Pra kjo është vendim gjykate që do ta publikojmë sigurisht, ku shërbimi informativ thotë ne nuk i publikojmë, do si rastin e Beleri kur policia e shtetit i thotë gjykatës posaçme që nuk ta jap të informacion se sekret shtetror. Sekret shtetror se një hajdut atje kishte bler vota? Ky është jo sekret shtetror. Shërbimi nuk e publikon, cili është argumenti mbi cilin është sekret shtetror? Atëherë, nëse Zoja Rama nuk do të ishte në pjesë e këtij shërbimi sipas pretendimit të gjyqtarës, unë çmoj se shërbimi informativ nuk do rezervohej për ta ndaluar transparencën. Se kjo ka të bëjë me sigurinë, edhe kjo ka të bëjë me sigurinë kombëtare, se drejtësia është siguri kombëtare. Nëse ti je gjithë shantazhuar të kontrolluar dhe pastaj e bën sallat drejtësinë siç është bërë, me Soros, me Shish, me UDB, se aty ka njerëz të shërbim drejtësi, njerëz shërbime të huaja, se duket është zot gjemi shqiptar. Tani këto e kemi vendim gjykatë.